Shora 11 e darkës isha në gjumë. Në pjenorën e në gjystit pa ca. Edhe alarmi 11 pa 5 në fakt. Lava duart në banjo, sepse për herë laj duart me sapun. Ky është progesteron. Dhe para çdo përdorimi e fshi me letër të lagur me alkool pjesën sipër. Për herë përdor një kartë pecet. Marr shiringan me shiringa së bashku me gjylpërën. Ku në këtë bëj mbushje dhe veprimi i parë që bëj është e shtrëngoj një fort, e hap deri te sasia që dua pak më tepër, 2 ml. Është doza ime çdo darkë. E mbush. E shtyp që t'i nxjerr ajrin, e kthej kështu lart dhe shikoj që ka bulca me ajër. E mbush pak më tepër se 2 ml. I pje me gisht që të nxjerr bulcat dhe e shtyp pak sa të dali progesteroni në gjylpër derisa të vej 2 ml. Këtë gjylpërën e heq. Edhe kontinueri këtu dhe përdor agën tjetër për bërjen e gjylpërës. Por e vë për sjetpës. Në këtë mënyrë e ngroj disa minuta, e shpetit e 7 të lë, se 11 e bëj fix. Dhe lëtë që të ngrohet pak, sepse është gjylpër vajore, progesteron është gjylpër vajore dhe hapet më mirë kur është më i ngrohtë. Ta bëjmë tani. Sa të vej koha, pa ju pikë dhe pa ju hap prap. Atëherë, marrim një letër të lagur me alkool dhe fshim pjesën e mishit. Unë e di se ku e kam zonën e bërjes së gjylpërave. I bie gjysma e sipër e pjesës së jashtme. Tani bie këtu. Nuk po kthehem në këtë pozicion. Por do kthehem në këtë pozicion që ta shikoni. Mos të trembeni. Atëherë, le të fillojmë. Më duhet pak kohë sa ta ngull, se normalisht vetë. Në krahun e majt nuk e bëj dot, sepse nuk e arri dot nga djathtas majtas, por për herë kur e bëj në krahun e djathtë. Heqin këtë agën, ja kaq është. Kaq është gjylpëra që do e ngullun. Let's do it. E ngullum. Ajo që bëj tani është numëroj deri në 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa të hiki e qiti laç. Ashtu. Le ta hedhim të kontinueri tani këtë. Hagën dhe gjylpërën.
Do të thënë agën dhe shiringën. E le ta fshim çik mishin se vetë mund të dalë diçka. Dhe i këtë flej gjumë tani, por nuk të flej në krahun e djathtë, që mos të kem kontakt muskujt, mos të gjilbëraj progesteronit për e rekomandohet në darkë, që mos të keni lëvizje të muskujt dhe ty dhëmbi vendi i bërjes dhe për herë bëhet në darkë. Jo, nëse e thash nuk bëhet në darkë, nuk bëhet gjatë ditës, dhe për herë rekomandohet bëhet para se të flesh gjumë.